Lezhë festoi ngjitjen e ekipit të futbollit Beslidhja në kategorinë e parë dhe shpatjen kampion të këtij sezoni. Aktiviteti organizuar nga Bashkia në sheshin Gjergj Kastrioti mblodhi 10 qytetar, të cilët ju gëzuan këtij suksesi të arritur pas marrjes së drejtimit të klubit nga presidenti Pierin Fushaj. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, u shpreh se kjo arritje është piknisja e një projekti për ngritjen e Beslidhjes në Superligë, duke theksuar se mbështetja do të jetë e vazhdueshme. Për ne, si bashki, për gjithë komunitetin lezhjan, sonte është piknisja e një historie të cilën qytetarët e Lezhës mezi e kanë prit. Prej vitesh, ne nuk e kemi pas në atë nivelin që duhet futbollin, një ndar burimet e energjisë më të forta që ka pas historikisht ky qytet me traditë jashtëzakonshme, me futbollistë që kanë lënë shej, jo vetëm në Lezhë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë Lezhës. Sonte ndjehem shumë mirë, jo krenar, po shumë mirë, sepse kemi filluar një projekt dhe kemi realizuar të parin objektiv, fitoren e kupës së kategorisë 2. Pa fitu kategorinë e 2, nuk kishim si shkoshin të parën, e pa shkun të parën s'kemi si dali në Super League. Prandaj, unë jam besim plot se në një bisedë që ne kemi po dhe në një projekt që ne do dizenjojmë të ditë me presidencën, me trajnerin, me drejtorin sportiv, me biznesin në Lezhë, ne nuk diskutohet që udhëtimin e kategorisë së parë ne do ta marrim si vrojë për shku në Super League. Dhe Lezhë do ta ketë futbollin në atë nivel që e meriton. Një falënderim dhe mirënjohje për Pierin Fushën dhe të gjithë potencialin ekonomik dhe energjinë që ai ka derë për ta sjellë Beslidhjen deri këtu. Nga ana tjetër, presidenti i klubit të futbollit Beslidhja, Pierin Fushaj, falenderoi bashkinë për mbështetjen dhe garantoi se rrugtimi i nisur nuk do të ndalet. Jemi bashkë të gjithë që Beslidhjen ka qenë përpara. Falenderoj shumë Bashkinë Lezhë me kryetarin e saj Pierin Dreu, që na ka mbështetur gjithmonë dhe e deklaroi edhe vetë që do ta mbështesin. E morëm me një situatë e thatë edhe vetë, besoj se arrit me objektivat tona, shohim përpara dhe mendoj bashkë me stafin drejtues dhe me çunat të ecim ja. Nuk jam person që bëj shumë premtime se unë kam dëshirë shumë me majtë dhe majtë zakonisht, por të shohim. Po atë bëjt vetëm. Dhe tifozërisë Lezhës sa më shumë në stadium të na ndihmonin gjithë. Beslidhja u ngjit në kategorinë e parë dhe u shpall kampione pas një sezoni të suksesshëm, duke mos pësuar asnjë humbje.